Ndërsa në Kroaci pastaj kam qenë në ishull, ka qenë më shumë pjesë punë sezoni, para përgatitjet. Punë e mirë, e paguar? E paguar për e lodhshme. Okej, sa orë punojë në ditë? Pothuajse isha e lidhur me punën Gjithkohë, non-stop. Le të themi që u zgjojë mëngjes, do merrje kafen, do hajë mëngjesin dhe do vazhdoje punën. Sa vjeç e ke bërë ti këtë punë? Ka qenë para 8 vitesh. Okej. 33 vjeç, 25 vjeç. Po. 25 Po se ka festu dhe 25 vjetorin në ndër. 25 vjetorin, pra 24-25 vjeç ti more gjërat e ike në Itali dhe në Kroaci. Po. Punoje. Shkove tek halla? Jo. Nuk shkova ke halla, domethënë këtë herë vendosa që të provoja veten time. Se çfarë do arrisë unë, ku do shkoj unë dhe çfarë do bëj për veten time. Mendon që ja dole? Them se po. Okej, pse la? Familja. Okej. Ishte familja. Ishte familja, domethënë kur janë të djeg malli, kur je këtej do t'ikësh andej, por të merr kryesisht malli edhe 25 vjeç. Patjetër. Për mua familja është e shenjtë. Domethënë nuk krahasohet me asnjë gjë tjetër. E di pse të pyes, ndonjëherë duket sikur na merr malli për familjen kur jemi në një moshë pak më të madhe, kur e kuptojmë që prindërit po plaken. Varet se sa i lidhur je. Unë kam qenë dhe jam shumë e lidhur me prindërit e mi. Okej. Fal atyre jam këtu sot, më rritëm, më shkolluam. I keqë të dy? Po. Të dy jetaj. Okej. Të dy, kam edhe një vlla. Me kë ke qenë e lidhur? Me babin. Me babin? Jam goca babit. Do të thënë ti gjithmonë ke patur lidhjen e veçantë me babin. Po. Çfarë ke marrë tjetër babit? Mendoj edhe si më thonë za talentin, sepse unë merrem edhe me pundor, gjë tjetër kam mbaruar shkollën, gjë tjetër kam si profesion. Për çfarë studiove? Unë studiova për teknik laboratori, për laborante, për analizat e gjapit. Teknikë laboratori, që do të thotë punë e mirë. Shumë e mirë. Po ç'e zgjodhe ti atë deg? Isha pak e detyruar. Ja kush? Po nga prindrit, duke qenë se gjysma e familjarëve të mi kanë qenë në mjekësi, jo halla, jo tezja, jo kushërinjt janë, jo infermier, mjek. Edhe si që kanë zakon shqiptarët, që të futet goca e vushin. Të shkoj sepse është degë mirë, është degë mirë, po është diçka kur ti nuk e ke me pasion, nuk mund ta bësh, domethënë gjithë jetën. Unë kështu e mendoj, Ti vetë çfarë kishe pasion? Domethënë nëse do të pyesnin sot, në këtë moshë dhe do të thonin që do nisesh diçka që e ke pasion, po zëre se i 20 vjeç. Unë kisha në atë kohë, domethënë doja gjithmonë në akademinë e policisë. E ke patur me qef? Po. Ajo ishte gjëja që ty të pëlqente? Pse? Më pëlqente tipja të sjellja ndryshim në vendin tim. Se duke qenë se i kam parë shumë gjëra, domethënë Tiranën si ka qenë, si është, edhe pse jo një ide tjetër apo të bësh diçka të mirë për vendin tënd. Në çfarë pozicioni për shkak të qeftin në polici? Doja t'i merrja avash avash. Okej. Një që do të pëlqente. Drejtuese, normal. Do kishe pas qenë drejtues të policisë? Po pse jo? Ti e zbaton sot këtë punë? Po. E bën? E bëj. E bëra pak me vonesë. Po. Nuk i tregova njerëzve të mi. Që do filloj punë? Jo fare. Pse? Po sepse nuk donin, kanë qenë gjithmonë kundër kësaj? Kundër kësaj gjëje. Okej, dhe ku punon sot? Sot punoj në policinë bashkiake. Mrekulli. Tani, shkojmë pak tek punishtja jote. Shkojmë çik tek punishtja jote. Okej. Të shopping ta pallatit kështu kur sillesh rreth e rrotull se çfarë bën? Po, kam. Si ta dy për shembull. Po. Që është praktikisht magazina e një pallati. Po. Është një depo, të themi. Një depo shkallë. Duke qenë se kam pasur shtëpinë e vjetër në kat parë. Ta ka lënë ty këtë depon? Po, këtu kemi edhe pompën e pallatit. Sepse dhe ajo do mirë mbajtur. Pompa është atje, po unë e kam fshehur.
kjo është pjesa ku unë kaloj kohën time, domethënë.